armëve ilegale e tjera. Gjitha këto përcillen nga pushteti i Serbisë, këto rezultate, prandaj ata mundohen në një mënyrë se tjetër të ulin atë imazhin e policisë, por besoj se edhe punës së tyre, por besoj se një pushtet i tillë i Vučićit, hegemonist, e din jo vetëm Ballkani perëndimor, por edhe Evropa në tërësi, se me kanë kemi të bëjmë. Prandaj suksesi i vazhdueshëm i policisë Kosovës edhe i mekanizmave tjerë të sigurisë e qetë atë e ngrit në nivelin e duhur që ai të bëhet më agresiv ndaj qytetarëve tanë, edhe ndërmerr mosa më agresive në aspektin e sigurisë dhe gjithë qytetarëve që kalojnë, po sidomos të pjesëtarëve të policisë, të ushtrisë, të UÇK-s e tjera. Prandaj ata fabrikojnë gjona të pavërteta vetëm me qëllim që t'i maltretojnë, t'i ndalin, ndërmarrin mosa ndaj tyre, por unë mendoj se Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës në bashkëpunim edhe me faktorin ndërkombëtar, edhe me Euleksin, po edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Shtetet e Kvintit, duhet të bëj presion të Serbia në mënyrë që marrëveshjet të cilat janë nënshkruar mes Kosovës edhe Serbisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve, si edhe marrëveshjet ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar Serbia që pretendon me hyrje në Bashkinë Evropiane. Unë mendoj se duhet një presion i vazhdueshëm i Ministrisë Punëve të Jashtme të Republikës Kosovës, po edhe mekanizmave ndërkombëtar, të fillu prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, Shteteve të Bashkisë Evropiane, po edhe Shteteve të Kvintit, do të thotë ambasadorëve të cilët janë këtu, në mënyrë që ky presion i vazhdueshëm ndaj qytetarëve tanë të ndalet. Na kemi pasur edhe konkursin për policë, për shembull Bojanovci e tjera, ku në momentin e fundit, edhe pse shumica atje janë shqiptar, asnjë pjesëtar i policisë do të thotë nuk ka aktivizuar atje. Kjo tregon për një degradim të tërësishëm drejtave dhe lirive të qytetarëve në Serbi, dhe unë mendoj se bashkia ndërkombëtare, po edhe faktori i brendshëm, po edhe ndërkombëtar, duhet të jetë më i fortë, më i fuqishëm, në mënyrë që t'ia bëjë me dije Serbisë edhe pushtetit të Vučićit se një politikë e tillë është diskriminuese për qytetarët jo vetëm atje serb, po edhe shqiptar, edhe nacionaliteteve tjera. Qartë. Mirë, Elezi, a mund të tentohet të përzritet ndonjë Banjska nëse dënohen këta të fundit, cilët do dalin sot edhe para gjykatës? E para, duhet të kemë parasysh se gjitha veprimet e policisë Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencën në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me spionazhin, janë veprime ligjore dhe të bazuara në normat, mund të themi, më të avancume të shteteve cilat veprojnë për situatë të tilla. Nuk ka asnjë arsye që Serbia të organizojë aktivitete të ngjashme siç është rasti, aktivitete jo sigurie siç është rasti Banjska, si kundërpërgjigje e performancës së institucionit të Republikës Kosovës për zbatimin e ligjit. Unë kujtoj që si në rastin e pranimit të fajësisë nga njëri nga të angazhuarit nga vija, edhe të tjerët duhet fitojnë nga drejta e cila është e garantuar sa i përket lehtësimeve për çështjen e pranimit të fajësisë, sepse kjo krijon një standard të ri rreth të gjithë atyre të cilët të potencialisht të kenë të ballafaquar me drejtsinë sa i përket spionazhit, për të përfituar nga lehtësirat që ka parapar ligji i Kosovës në raport me angazhimet. Ndërsa Serbia, padyshim që do të tentojë të organizojë aktivitete të vëndshme në Kosovë duke përdorur këto justifikime se gjëja Kosova po minon të drejtat e serbëve, po përndjek serbët, por që ne si Kosovë, institucionet tona duhet të jenë shumë transparent në angazhimet e tyre sa i përket drejtësisë në këto raste, për shkak të ndjeshmërisë që kanë, dhe duhet të ftojë përfaqësues ndërkombëtar në të gjitha aktivitetet, nga arrestimi, marrja në pyetje, në mënyrë që minimalisht të kemi një prezencë të tretë që janë faktorë ndërkombëtar për të konstatuar se veprimet tona janë ndryshme, të cilat derivojnë nga Kodi Penal i Republikës Kosovës dhe kanë për qëllim vetëm vendosje para drejtësisë të gjithë ata të cilët kryejnë vepra të tilla të spionazhit. Prandaj, shumë e nevojshme që ne jemi transparent dhe dëshmojmë se qëllimet tona nuk janë politike, mos të lejojmë justifikimin e Serbisë zyrtare për aktivitetet kundër institucionit të zbatimit të ligjit në emër të asaj se gjëja po minojnë të drejtat e qytetarëve sërbë, por që vërtet
këto janë çështje ligjore dhe kompetencë të institucionit të justicisë. Duat ndalim pak me avokatin edhe tek një ndalesë që është bërë një qytetarës vendit tonë në pikën kufitare tek dheu i bardhë, bëhet fjalë për një infermierë nga Ferizaj, Linda Fetahu Krivanjeva, se ishte duke udhëtuar me familjen e saj drejt Preshevës dhe është ndaluar. Besoj që keni dëgjuar për këtë rast? Zotri Hoxha? Po natyrshëm ishte lajm publik, fatkeqësisht i vërtet, dhe kjo nuk mund të thuash asgjë tjetër pas tregon këtë qasjen hegemoniste të Serbisë ndaj çdo qoftë dyshimi apo ndaj çdo qytetarit të Republikës Kosovës, i cili mund të bëhet temë. Pra, qëllimi i Serbisë nuk është që të gjejë ndonjë kryes të potencial veprave penale, sepse në fundit nuk do të interesonte individi. Qëllimi është që të krijoj lajme për partnerët tanë ndërkombëtar, që këtë rast Serbia tenton që ti futë si partner në anën e saj, që janë shqiptarët ata që kryejnë vepra penale, ata që minojnë rendin kushtetues të Republikës Serbisë. A ka jurisdiksion Serbia për të ndjekur penalisht qytetarët tanë për sulme që kanë ndodhur në Kosovë? Absolutisht, Serbia nuk ka jurisdiksion mbi territorin e Republikës Kosovës. Kjo është botërisht e ditur. Mirë po, qëllimi... A kemi të bëjmë këtu me shkelje të drejtësisë ndërkombëtare? Absolutisht, ja, ka konventa ndërkombëtare të obliguara për gjithat shtetet, pavarësisht nëse janë nënshkruese apo jo, sepse ato kanë supremacinë mbi aktet e brendshme, dhe këto janë shkelje flagrante të drejtave të njeriut, thënë mosbuti. Dhe këtë Serbia din, qëllimi saj është që të krijojë narrativa të fiktive, të paqena, për shkak që disa partnerë ndërkombëtar të marrin këto informata përmes luftës hibride që ka organizuar Serbia, dhe të vetë në baraspesh që edhe shqiptarët po kryejnë akte të tilla, nuk jemi vetëm ne, pra ta shpërndan fajin. Prandaj duhet diplomacia e Kosovës të jetë shumë aktive dhe koordinimi që me plot goje kanë kërkuar ndërkombëtar nga institucionet e Republikës Kosovës. Ky është qëllimi i koordinimit, jo vetëm kur partnerët të duhen apo nuk është as e nevojshme prania dhe ndihma atyre për ta kryer një akt, duhet mendohet edhe për hapat kur ti ke nevojë për partner ndërkombëtar, që ta dërgosh të vërtetën në kanale diplomatike aty ku vendoset për rajonin dhe më gjërë. Morina patë diçka të shtoni. Jo, unë vetëm do të çdo lëvizje mes territorit të Serbisë duhet të ketë kujdes. Jo të jetë e frikshme në atë aspekt se mos me lëviz, po të ketë kujdes për arsye se mund të jetë si çështje njësoj sikurse mund të ndodhë me vajzën, me gruan nga Ferizaj? Mund të ndodhi rastet e tilla, do të thotë është e paparashikueshme, një pushtet i tillë, çfarë është hegemonisë në Serbi, është i paparashikueshëm. Prandaj unë thash se në momente të caktuara ata bëjnë format e tilla pa insinuatat e tilla pa qenë hiç, do të thotë fabrikojnë forma të ndryshme të insinuatave të tilla, kënse ka ndërmarrë këtë veprim ose është përgjegjës për këtë, e qëllimi i këtij sistemi, do të thotë në Serbi, është keqtrajtimi i qytetarëve, po një anë duke treguar se ajo është mundohet para qytetarëve një konsumim i brendshëm, në mënyrë që ajo mundohet kënse qytetarët të cilët janë aktiv në institucionet e Kosovës, ndalen në Serbi e tjera, edhe në këtë mënyrë do të thotë mundohet në malverzimet e tilla të hup imazhin ose të zbej imazhin e zyrtarëve policorë të cilët edhe të institucioneve tjera të Kosovës të cilët veprojnë në mënyrë të suksesshme në Republikën e Kosovës. Por ne e dim se me çfarë pushteti kem të bëjmë, me një pushtet hegemonist, dhe e dim se lëvizjet e tilla janë të rrezikshme, prandaj çdo individ, çdo qytetar, përpos zyrtarëve të tjerë, policorë, përpos atyre që kanë qenë pjesëmarrës e luftës e tjera, edhe qytetarët e rëndom të rregullt duhet të kenë kujdes për arsye se ballafaqohen me një pushtet i cili në një mënyrë ose tjetër munduhet vetëm të keqtrajtojë